Ministri i Bujqësisë Andis Salla ka zhvilluar një takim me fermerët e fushës së Malishit, të cilët protestuan para bashkisë duke kërkuar dëmshpërblim për dëmet e shkaktuara nga përmbytjet dhe ndryshimeve në skemën kombëtare të mbështetjes. Pas takimit, ministri bëri të ditur se ka marrë sugjerime të vlefshme nga fermerët lidhur me skemën mbështetëse, ndërsa theksoi se pas përfundimit të verifikimit në terren, do të ketë dëmshpërblim për të prekurit. Ne jemi duke bërë evidentimin akoma në terren për të marrë ne të gjithë informacionin në dur dhe menjëherë masi të kemi të gjithë paketën e plot të dëmeve dhe të gjithë atë informacionin që ne do të marrim nga bashkitë me një relacion përkatës, do ta fusim menjëherë me vendim qeverie që t'i mbështesin fermerët. Salla u shpreh se përmbytjet e përsëritura në një periudhë të shkurtër kohore kanë ardhur si pasojë e çarjes së argjinaturës, e cila prej vitesh nuk ka përfituar investime. Sipas tij, për këtë problematikë ekziston një projekt konkret i cili pritet të marrë financim gjatë këtij viti. Tashmë me buxhetin e ri, ne do ta rishikojmë, tash diskutojmë dhe me strukturat tona në ministri në mënyrë që të gjitha çarjet, të gjitha investimet që kërkohen në argjinatura të jenë të parashikuara ndaj buxhetit ministrisë. Si pasojë e rreshjeve të shumta në fushën e Malishit janë përmbytur mbi 4000 hektar tokë bujqësore, ndërsa rreth 1200 hektar vijojnë të jenë ende në ujë, duke vështirësuar ndjeshëm situatën për fermerët e zonës.